Jemi në hyrjen e objektit numër 1. Kjo pjesë ku jemi ne, me projektin për të cilin foli shoku ynë, është pjesa e lagur e projektit kines, shoqërohej me sjelljen e katrave me raketa. Dhe kjo pjesë e lagur ishte e kufizuar. Kjo gjërësia që shikojmë ne është pjesë e pjesës së lagur. Do të shikojmë më poshtë që kjo gjërësi ngushtohet. Si objekt është kjo objekt gigant, pavarësisht se është një pjesë e së tërës, mbasi në vetvete, ky fortifikim paraqet një kompleks shumë të madh, bërë kryesisht prej 20 objektesh ose grup objektesh. Ky është i madh sepse edhe mjetet ishin të mëdha. Këtu është punuar me sakrifica të jashtëzakonshme. Pse? Sepse vetë formacioni për cilin u ndërtua ka qenë shumë i dobët. Do të dimë që këtu punimet janë kryer pa më pas një profil geologjik. Pra ne nuk dinim si ishte këtu brenda. Edhe na ka ndodhur të paprita të mëdha për atë periudhë, të cilat janë kaluar me sakrifica të jashtëzakonshme. Megjithse puna ka qenë tepër e vështirë. Në këtë formacioni, me këto përmasa, në këto objekt, ka ndodhur vetëm 3 ngjarje të jashtëzakonshme me humbje jete. Një ushtar na e ka zënë Korrendi, vetëm një ushtar na e ka zënë Shkëmbi, i tunelit, edhe një punojtë civil në hyrje të këtij objekti, doli nga puna, po pidej cigare jashtë, qelloi u rrëzuaj një gur nga anët, edhe gjeti vdekjen. Këto janë. Nëse do t'i referohemi evidencave të repartit, aty do të shikojmë që ka edhe të tjerë të vdekur. Po këta nuk lidhen me punën. Pse? Këtu një ushtar na vrau 2 veta. Këto janë evidentuar në evidencë që janë në ministri. Vrau 2 veta një ushtar? Po, i vrau. Njerëz që punonin? Ushtar me shokët e tij. I vrau, i hollin det. Në çfarë viti? Në njëri ka qenë aty nga 75-76. Po ndërtoi për Po, ishte këtu, ishin në pushim. Këtyre du ushtarëve që u vrani vini prindrit nga jo, dihet që kur vjen prindri do jeler një lekë dhe ky për marr parat i vrau ishte sadist. Po këto mund ndodhin në çdo shoqëri, në çdo fushkatuar. Po patjetër. Po kështu. Te një objekt tjetër po i këtij kompleksi objekte 20 që themi neve ishin 2 ushtarë vendore, 2 shokë shumë të ngushtë. Nga pagudësia vrau shokun. Këto evidentohen, prashtohen. Një ushtar tjetër pse para arsye të ndryshme, kryesisht vari vete. S'ka të bëjë me punën e objekt. Kuptoj, sa raste të tilla kanë qenë këto që ju thoni nuk kanë të bëjë me punën e objekt, por ka qenë vdekje këtu në Portokallo. Vdekje natyrale njerëzore. 8 raste. Jetës njerëzore. Të tëra. Prandaj janë të tëra janë 11 raste të evidentuara në evidencë që ky repart ka lëshuar në Ministrinë e Mbrojtjes. Por për shkak të punës tonë. Për shkak të punës janë vetëm 3 veta. Edhe e thash, një ka zënë energji elektrike, një ka zënë Shkëmbi, një ka zgoditur në pushim duke pirë cigare shkëti në hyrje tunelit që nuk lejohet e dinë shumë. Po ç'është ky tunel? Këto janë në funksion të veprimit që kishin anijet për të punuar, proceset e tyre dhe kanë këtë galerinë këtej. Ku del? Kështu është. Kaq. Kaq është vida? Po. Përse duhet ajo? Duhet për të shërbyer katrave që ishin në ujë. Kuptoj, për shërbimet.